Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellë një lajm që në fakt ditën e djeshme ka ngritur kurreshtjen e madhe tek shqiptarët. Tani, nëse ka njëri që bën më së shumti humor dhe nëse ka njëri që ka humor më të lezetshëm se Luiz Elli në Instagram, nuk ka njëri në botë. Po mirë më me sa mënd, shkoni e merrni që Luizi dhe Kiara nuk janë bashkë, po bëjnë si kur janë, e bëjnë për klikime. Si bëni këto gjërat më? Luizi shkruan një postim në Instagram dhe ju shkoni e merrni të mirëqen dhe do me thënë mbushni portalet, mbushni komentet që Luizi dhe Kiara nuk janë bashkë. Luizi dhe Kiara janë bashkë, kanë blerë një shtëpi të re, e kanë akomoduar atë shtëpinë sipas shpirtit të tyre, lunën po e risin si lemza mes dhjomit, po kënaqen, po argëtohen, po shijojnë pushime, po ikin çdo vikend në plazh, gjatë kohës kur Luizi është i lirë, Kiara është e lirë, po shkrihen në prezencën e njëri tjetrit. Nëse ka një çift që përpos dashurisë, martesës, që është tashmë, domethënë është ligj nga Zoti, që më së shumti janë shok se sa burë dhe grua, është Luizi dhe Kiara. Luizi dhe Kiara, përpos që kanë një fëmijë dhe janë të martuar me celebrime me gjithçka, ato më së shumti janë shok me njëri tjetrin. Ato ndajnë momente të bukura, kanë krijuar të njëjtën botë, janë shndruar në të njëjtin njeri, janë me të njëjtin vizion, janë me të njëjtat ëndra. Dhe kjo e bën që Luizi dhe Kiara të jenë shumë të dashur dhe të preferuar nga publiku. Dhe Luizi bën shaka në rrjetet sociale dhe nuk do thotë që çdo shaka Luizi duhet merret e mirëqen. Lutem ma shfaq fotografinë për të cilën bëhet fjalë. Ja, bëhet fjalë për këtë foton ku Luizi dhe Kiara ditën e djeshme kanë qenë në një drek dhe kanë jetuar një moment të bukur ku Luizi thotë për gjasmë jemi bashkë. Çifti më i përfolur i showbizit shqiptar, Luizi dhe Kiara, ka rikthyer sërish të gjithë vëmendjen e rrjeteve sociale pas një postimi të vetëm që ndonse i shkurtër u bë shkëndi për një zjarr të madh diskutimesh. Bëhet fjalë për një fotografi të publikuar në Instagram ku ato shfaqen në një darkë romantike, të përqafuar, të qeshur dhe si gjithmonë të komentuar. Por ajo që tronditi fansat nuk ishte atmosfera e mbrëmjes, as pamja e tyre e bukur dhe e dashuruar, por përshkrimi në foto, po bëjmë sikur jemi bashkë. Në stilin e tij tipik me humor, ironi dhe një dorë të mirë misterioziteti, Luizi duket se ka hedhur një fjali që ka ngjallur një stuhi emocionesh e dyshimesh. Reagimet ishin të menjëhershme, komentet e ndjekësve mbushën rrjetet, duke u ndarë mes atyre që e morën me të qeshur dhe atyre që filluan të ngrënë aludime serioze për një krizë të mundshme mes çiftit. Çfarë krize mo çifti është në ditët më të bukura? Mos vallë, kjo është mënyra e tyre për të na njoftuar me një ndarje. Ku lexoj kështu komente me ikun petulla mua. Çfarë ndarje? Ato jetojnë maksimum, kanë bërë shtëpi tjetri, thot ndarje. Ka diçka që po ndodh pas kujindave? Po, ka diçka. Okej, si thotë ajo zdonja në Shqipëri. Vazhdo programin ti nëna, jemi në rregull ne. Po luajnë me ndjenjat e ndjekësve? Po luajnë me ndjenjat e ndjekësve, aman, se ka 3 vite që dalin në televizion, ka 3 vite që tregojnë jetën e tyre, ç'loj bën ato me ndjekësit më vëlla? Nuk ndahet çifti duke ngrënë bukë, nuk ndahet çifti duke buzëqesh. Ne shqiptarët nuk kemi kaq paqësorë, ti bëjmë gjërat me buzëqeshje. Ne kur ndahemi kapim thikat e bëjmë namin aty, po. Aty nuk ka ndarje, aty ka kënaqësi, po si nuk arrini dot ta kuptoni humorin e Luizit, që do me thënë 24/7 është në Instagram. 24/7 e keni pas Big Brother dhe prap nuk arrini dot ta kuptoni. Janë vetëm disa nga pyetjet që mbizotëruan në seksionin e komenteve. Në të kaluarën, Luizi ka treguar shpesh një mënyrë unike dhe jo konvenciale për të komunikuar me publikun e tij. Si personazh i ndërtuar në sy të publikut, ai ka përdorur ironim, sarkazëm dhe batuta për të shprehur ndjenja ose për të provokuar reagime. Por këtë herë përshkrimi i tij la më shumë paqartësi se sa të qeshura. Unë nuk e di pse, do me thënë, portalet e citojnë si paqartësi, ajo shumë bukur duket, ndoshta Luizi këtë e ka pas në i thumë për dikë tjetër,
si nuk e logjikoni kështu, që këtë gjën mund t'ja ketë bërë në i thunë për dikë tjetër, nuk e ka pat për veten. Tash ato po kënaqen Andrek, ju thonë janë ndar. Që nga dalja e tyre nga Big Brother VIP Albania, historia e dashurisë së Luizellit edhe Kiara Titos ka qenë një ndër më të ndjekurat në mediat dhe rrjetet sociale. Publiku i pa ata të dashurohen në kamerat e reality show, të përjetojnë ulje dhe ngritje emocionesh dhe në fund të kurorëzojnë lidhjen e tyre me martesë gjatë finales së spektaklit. Pas daljes të dy ka ndarë shpesh momente nga përditshmëria e tyre, duke ndërtuar imazhin e një çifti të lumtur dhe të bashkuar. Megjithatë, si çdo çift që jeton në lupën e publikut, dhe ata janë përballur her pas here me zëra për kriza, ndarje, mos përputhje, por asnjëherë më parë nuk kishin dhënë vetë një deklaratë kaq enigmatike që të linte vend për dyshime. Nuk mungojnë ata që besojnë se fjalia "po bëjmë sikur jemi bashkë" është thjesht një mënyrë për të provokuar dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes, me një audiencë të madhe që i ndjek në çdo hap. Luizi dhe Kiara janë kthyer në marka të vërteta të showbizit, ku çdo postim i menduar dhe i kalkuluar për impakt maksimal, dhe në një realitet ku vëmendja është monedhë e fortë. Ndonjëherë mjafton vetëm një fjali për të ndezur spekulime që të çojnë në klikime, lajme dhe rritje të ndikimit në rrjetet sociale. Por në anën tjetër të medaljes janë ndjekësit që shqetësohen dhe besojnë se kjo është mënyra e Luizit për të shprehur se diçka në marrëdhënien e tyre nuk po shkon ashtu siç duket në pamje të parë. Në një epokë ku gjithçka shihet por pak gjëra dihen realisht, çdo fjalë e paqartë bëhet ftesë në interpretime të pafundme. Deri në momentimin e publikimit të këtij shkrimi, as Luizi dhe as Kiara nuk kanë sqaruar më tej kuptimin e kësaj deklarate. Ata kanë qëndruar të heshtur përballë gjithë zhurmës që u krijua, gjë që i shton edhe më shumë dyshimet dhe intrigën. Nëse një batutë spontane atëherë është një nga më të suksesshmet në aspektin e marketingut personal, po nëse është një thirrje emocionale e koduar, atëherë ndoshta fansat do të duhen të përgatiten për një realitet tjetër. Në fund të ditës, vetëm një gjë është e sigurt, kur Luizi flet, publiku dëgjon dhe kur ai zgjedh të jetë i paqartë, rrjeti shpërthen. Por tani mbetet vetëm një pyetje në ajër, a është kjo një lojë me fjalë apo një paralajmërim i heshtur? Që nuk është një paralajmërim, nuk është. Që është një lojë me fjalë, është një lojë me fjalë. Luizi thjesht bën shaka, argëtohet, kënaqet në qefin e tij. Ndoshta këtë thumbin ja ka thënë edhe këtyre artistëve të ri që gjasmë bëjnë sikur janë bashkë. Do të thënë nuk dihet se kujt ja ka dhënë këtë gjën. Por që të ndahesh ka robi nga gruaja, duke ngrënë drek, duke buzëqesh, duke u kënaq, duke bler apartamentin, duke e vesh, duke akomodu, duke ikur në plazh, kështu ndarje s'kisha pa ndonjëherë unë, sipas mendjes tuaj, me thënë drejtën. Por gjithsesi, le të mos i marrim gjërat kaq tragjike, le të mos i bëjmë gjërat kaq dram, sepse Luizi njihet për humorin e tij, njihet për shakat e tij. Gjithmonë ka përdor, Luizi bëri këngë, do me thënë imagjinoni çfarë talenti është, bëri këngë që t'ju tregon ju që Kiara nuk është shtatzën, sepse ju thoni që Kiara është shtatzën, ka mbet me bar. Do me thënë Luizi ka qenë strateg, vazhdon të jetë strateg dhe baba mbetet baba, nuk e zëvendëson dot askush. Ne do të takohemi sërish së bashku, na ndiqni me subscribe.